gjallë besimin, ta mban të gjallë misionin. Unë kam përballë një njeri që, si që e njëjtë bashkë me aktorin tim të dashur të zemrës, Bebin, bëni sakrificat më dha. Në këtë vend ku mbyllen teatrat, në këtë vend ku përparatoks, kemi pak salla dhe ngrëm qira në salla. Kjo është një gjë, edhe këtë e bëjnë njerëz me pushtet në fushën e artit. Këtë gjë e bëjnë njerëz që drejtojnë institucionet kombëtare në vend. Domethënë janë shumë krenar kur të komunikojnë një gjëra shumë të lartë. Natyrisht në këtë fazë që të jetës që unë jam, nuk kam gjë tjetër në dorë veç se të qesh edhe të eci përpara. Por për të rinjt, kjo është fatal, është ulëritës. Sa është një qëra sallë? Me që është rritur? Do me thënë, një qëra sallë është shumë e madhe, do me thënë për një orë të shfaqe, është shumë e madhe se qëraja një lokali në qendër Tiranës për një muaj. Është marrëzi. Dhe, do me thënë, ata që ta komunikojnë këte janë kolegë tanë. Dhe në vend që t'i kthehen, do me të bëhemi bashkë që kthehemi atyre që në ngushtojnë, si vërë thonë që, shiko, po të kesh njeri në ministri që unë nuk luftoj për vete. Natyrisht Kiçma mund të kishe zgjidhur problemet edhe para 5 vjetësh. Do me thënë me rufjan lëk, po të vete të marrë një letër në ministri. Ajo që unë ngre zërin për këta që duan ta fillojnë. Dhe që ta fillojnë, përveç se janë me gjepa bosh, përveç se janë, duhet të shesin ku digjon, në base trupit, që të mund të bëjnë një qfaqë. Ska, nuk, do më thëmë, unë jam krenar që për vitet të tëra, me radhë, dhe 13 vjetë qërate sallave që kam pasur, që kam poseduar si shërmëtor, në teatër kombëtar, në teatër metropolit, teatër eksperimental i kam dhëruar. Nuk i vetë salla publike